Nëse ke një iPhone ose ke blerë një iPhone të ri, këto janë 4 gjëra që duhet t'i aktivizosh me patjetër. E para, duhet shkojmë tek settings, tek Face ID dhe passcode. Vendosim passwordin që kemi dhe sigurohemi që Control Center ta kemi fikur. Kjo u ndihmon shumë. Le të themi se u vjedh dikush telefonin dhe hap të pjesën ku vijnë njoftimet, nuk e vendos dot në helikopter mod dhe në atë moment ti e lokacion telefonin, nuk ta ai dot domethënë atë Find My Location. E dyta, shkojmë tek bateria, tek charging dhe vendosim 80%. Kjo do na ndihmojë shumë që të ruajmë jetëgjatësinë e baterisë. E treta, shkojmë tek settings po ashtu, kërkojmë motion, shkojmë te motion, tek vehicle motion cues, japim automatically in vehicle ose on, kjo do na ndihmojë shumë kur jemi në makinë, mos krijojmë atë ndjenjën se kur na gazon makina. Dhe e katërta, shkojmë te kamera dhe sigurohemi që settings janë në këtë mënyrë për filmime sa më të mira.